Britania e Madhe, Kanadaja dhe Australia kanë njohur zyrtarisht shtetin e Palestinës duke tronditur diplomacinë botërore. Në fakt, kjo ishte diçka e paralajmëruar. Edhe Franca e ka bërë sot një gjë të tillë, në fakt, në takimin e Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq, kryeministri Benjamin Netanyahu e quan këtë shpërblim për terrorizmin dhe betohet se nuk do të ketë kur shtet tjetër palestinez, pra shtet palestinez në krah të Jordanit. Çfarë do të thotë kjo për lindjen e mesme, këto ngjarje të njohjes së shtetit Palestinës? Zgjerohet konflikti apo shkohet vërtet drejt një zgjidhje me dy shtete? Po fillon nga fundet të droja është që mund të zgjerohet konflikti nga se politika agresive e kryeministit izraelit qëndron në kërkim të zgjerimit dhe përplasjes jo vetëm me kauzën palestineze, por mendoj që edhe me fqinjet e afërt. Që është rasti me Sirinë dhe Libanin. Libani kemi bombardime të përditshme, aviacioni i IDF-it Izraelit godet. Pastaj mund të jenë situatat kur Egjipti mund të jetë në thomb, nga se ka qenë një paralajmërim edhe i qeverisë apo dhe vetë i kabinetit e Abdul Al-Sisi, presidentit e Egjiptit, dhe mendoj që nga ana praktike dhe faktike do kemi një zgjerim, mund të them, të parametrave që flasin për vendosje dhe mund të them situata me të cilat linja e afërt dhe mesme në përgjithësi do jetë arenë e konflikte dhe luftrave. Dhe mendoj që në aspektin diplomatik njohja nga Britania e Madhe e Lënda e Veriut është një fitore për kauzën palestineze në aspektin diplomatik dhe ndërkombëtar. Mendoj që anglezët janë rikthyer me atë çka kanë arritur apo rolin që kanë pasur gjatë historisë, qoftë me të them nga ajo si koto pikoto marrëveshje mes dy ministrave francez dhe anglez të vitit 1916. Pastaj kemi deklaratën e Balfourit 1917-s, marrëveshje, më them konferencën e San Remos 20-s dhe vërtetimin e mandatit britanik të 1922-s. Dhe tëra kjo ka legjitimuar ato interesat francezo-britanike në lindje të afërt. Dhe mendoj që dhe shumë interesant që britanikët janë larguar me 15 maj 1948, një ditë pas shpalljes së shtetit të Izraelit, dhe vetëm në prill 28 prill të vitit 1950 kanë njohur Izraelin. Dhe tash kem 21 shtatorin 2025 kur njihet Palestina. Një lloj kthimi borxhit, mund të them, nga aspekti një lloj përgjegjësie, sidomos sepse izraelitët në konceptin doktrinë kanë kundërshtuar çështjen e deklaratës së Balfourit, meqense elementet në atë deklaratë gjenden që edhe për të drejtën e popullit vendas, në këtë rast për arabo-palestinezët, duhet të kenë të drejtën për vetëvendosje. Dhe kjo besoj që ka shtyrë që britanikët të jenë, meqense edhe sot Portugalia ka shpallur zyrtarisht njohje. Dhe është nishen nga një vend, nga G7-ja, Kanadaja, pastaj nga ana e vendeve më të fuqishme të Evropës perëndimore, Britania e Madhe, që do janë çështje ditësh apo ndoshta edhe orësh, Franca që do ta merr këtë hap. Dhe tëra kjo tregon që do kemi një skenë, një ndryshim në gjeopolitikën e lindjes së mesme. Dhe mendoj droja e anglezëve, por pra pas skenë edhe amerikanëve, qëndron që BRICS-i do arrinte i galltit jo vetëm vendet në Afrikë, por edhe në vendet arabe në këtë rast, të cilat nga mlefi dhe padrejtësitë e shumta që janë bërë, mund të them që 77 vite, mund të bashkangjiten në polin tjetër, i cili po krijohet një rend i ri botëror, kuptohet me fuqinë ekonomike të Kinës dhe të asaj ushtarake të Rusisë. Dhe mendoj që kjo do jetë, mund të them, ndoshta shenja por që anglezët kanë kuptuar dhe kanë njohur. Mendoj që është shumë interesant, Egon, të them një informacion që
administrator në gaz planifikohet të jetë Tony Blairi. Dhe kjo mund të jetë një zgjidhje që arritja janë pushimi dhe do thotë marrja dorë pushtetit nga Hamasi në rripjen e Gazës të administrohet, do thotë për gjanë edhe me vitet e 20, do thotë me ardhen e mandatit britanik. Dhe besoj që në Gazë është duke planifikuar që të ketë një administrator dhe rindërtimi dhe faza, se më duket koncepti për deportimin e popullatës është zbehur, apo çështja e Rivierës, meqense Smartic, ministri i financave ultra ortodoks, ka deklaruar që është një pasuri e madhe e artë Gaza, dhe me duket që lufta është bërë për të gjitha këto interesa dhe burime për të cilat Izraeli dëshiron të krijojë tamam atë erec Izraelin që në kuptimin në gjuhën tonë do thotë toka e Izraelit. Por mendoj që njoja e Britanisë së Madhe është jashtëzakonisht e rëndësishme në aspektin diplomatik. Dhe mendoj që palestinezët kanë arritur të përfitojnë një njohje dhe mund të them një efekt domino të gjitha atyre njohje, meqense në OKB do thotë është duke kaluar numrin 153 shtete nga 193 sa ka Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe mendoj që është një sukses. Por ana praktike është problematike dhe këtu duhet të ndal 3 elemente. Do thotë problematika është në cilët kufi do njihet Palestina. Nuk e besoj ato që në 47-ës me rezolutën e OKB-s të dhjetorit 47, ku 1/3 është rezervuar ta quaj kështu për hebrejt dhe 2/3 tjera për popullatën arabo-palestineze. Mendoj që kjo është vështirë të realizohet. E tash kalojmë të 67-ja. Do thotë vija e kufirit që kërkohet, ky është minimumi që kërkohet që të jetë kjo vija e përkufizimit të shtetit të arshëm palestinez. Por nuk kemi deklarim të tillë dhe nuk kemi një sqarim të tillë. E dyta është çështja e statusit të kryeqytetit Jerusalemit lindor, që pretendojnë me këmbgulje pala palestineze dhe ka drejt në këtë drejtim. Dhe ajo zgjedhja formulës që ka punuar edhe më herët duket në kohën edhe të Bill Clintonit, të gjitha ato bili mund thamë me Arafatin dhe Ehud Barakun, ka qenë një marrëveshje afërt që në një farë mënyrë janë bazuar në marrëveshjet Oslo 1 dhe Oslo 2, por problematika është kyçe çështja e Jerusalemit, statusi i saj, dhe besoj që kjo të flet shumë. Dhe treta është kontrolli dhe qeverisja në këtë territor, që thon drejtë institucionet e përkohshme palestineze në Ramallah me presidentin Mahmoud Abbas nuk kanë qeverisje të plotë edhe për brenda Cisjordanisë apo Jordanit Perëndimor. Të gjitha këto qëndrueshmëria ekonomike, pastaj dhe shumë elemente të tjera, çështja e ujit, sepse një ndër problemet e mëdha në këtë pjesë të mund të them të Jordanit Perëndimor është edhe problemi me ujë. Dhe të gjitha këto flasin që praktikisht është problematike të vihet e kam fjalën ndërtimi i shtetit të Palestinës. Varianti i dytë mund të ishte lloj federate e cila prap nuk funksionon, nga se popullata është jashtëzakonisht aty këtu e barabartë, 8 milion me 8 milion arab dhe izraelit. Dhe kjo atëherë do kishte impakt në zgjedhjen e presidentit, kryeministit dhe resorëve qeveritar, që do thotë do ishte 50-50. Por kjo ide nuk ço gjokundi, thon drejtën. Çështja koncepti për një federate përbashkët. Por dy shtete krah njëra tjetrës, që është zhargoni i përdorur, mund të them, me decene të tëra, është realisht jashtëzakonisht e vështirë që në praktike të realizohet. Kalojmë tani nga linja e mesme nga Izraeli dhe Palestina, jo se çfarë po ndodh atje në Evropë, sepse një episod tjetër, provokimi i avionëve rus ka ndodhur në Estoni. Avionët rus, 3 avionë rus kanë shkelur për rreth 12 minuta hapësirën ajrore të Estonisë. Ky është rasti i dytë që po përsëritet pas atij të Polonisë të pak javëve më parë. Çfarë po ndodh në analizën tuaj? A jemi vërtet pranë një përshkallëzimi të madh ushtarak ku futet edhe NATO kësaj here përballë Rusisë, apo NATO do ta kalojë pa tension këtë incident? Është vështirë të thuhet se do ta aktivizoj paragrafi 5.
Po, dhe kjo mendoj që do jetë vështirë, meqense rusët kanë të i kalu të gjitha, mund të them, ato thirrje që mund të jenë për këtë nen. Dhe besoj që ajo që ka ndodhur në pjesën e Baltikut dhe në Republikat Baltike, kuptohet, është një provokim i Suhoj 35 rusë që operon, mund të them, bukur, shpesh hyn deri te linja, mund të them kështu ajrore dhe shkel hapësirën ajrore të këtyre 3 republikave baltike. Duket sikur rusët e kanë vënë në sy të 3 republika që t'i kenë kujdestare për okupim. Apo të hynë, mund të them, varet nga graviteti gjithë situatës që do arri në Ukrainë dhe do jenë rezerva të Putinit, apo mund të them ajo darka e djallit e tij e cila mund të glabroj këto 3 republika. Mendoj që NATO në konceptin e saj ka në një pozicion që thret nenin 4, paragrafin 4, për konsultime, për të aktivizoj nenin 5, është më duket ndoshta nga shqyrtimi tyre strategjik, mendoj që mund të ketë situata kur sidomos me Gerberën, me dronin që ka hynë në hapësirën ajrore të Polonisë, në 90 dronë të tillë, të cilët konsiderohen diku NATO, dikush disa mendojnë që kanë qenë 22-23, por çka është më kryesore, ata kanë çelur në hapësirën ajrore polake. Por përgjithësia, meqense ka pas kështu mund të them në atë nivelin diplomatik shkëmbime, akuza dhe kundër akuza, rusët nuk pranojnë që kanë qenë dronë të tyre. Pastaj kemi pas me Geranin, po ashtu me prototipin e Shahed 136 dhe Lanceti është tjetër, është Lancet është një dron jashtëzakonisht i prodhimit rus. Por Gerbera është interesant që është tamam prototip inovacioni kinezëve që kanë arritë ta marrin në koprodhim së bashku me forcat ruse. Por kjo që ka ndodhur në Baltik dhe në Rumani, sepse dy pika rus tentojnë në krahun e si atë fjalinë gjermane flankën ostflanke, që krahun lindor i kanë polakët dhe rumunët. Ka se tjerat vende dhe shtete konsiderojnë që nuk kanë kapacitete edhe ashtu të forta apo nuk e kanë mundësinë edhe kështu të tërë potencialit të tyre, por këto 2 shtete njihen që për rusët janë jashtëzakonisht interesante të provokohen apo të matet pulsi edhe për krejt organizatën veriatlantike. Por me Republikat Baltike është një situatë e re, kur në pjesën taman e shtyn që NATO në rreth Finlandës dhe vendeve skandinave të ketë një kujdes ndoshta për shtim të trupave, nga se gjermanët vetëm kanë arritur të startojnë me brigadat e tyre tankiste, Leopardin, dhe konsiderohet që dikon 3.000 deri 4.500 trupa gjerman do të vendosen në Lituani. Por kjo nuk do jep garancione, meqense kemi një situatë të provokimeve. Por a do kemi situatë që do ta përshkallëzoj situatën të një lufte mendoj që do kemi një situatë, një fitues do ketë, edhe në luftën në Ukrainë. O do fitoj Rusia apo pjesa tjetër perëndimore. Dhe këtu janë ato problematika që kemi hyrë në fazën kur do themi që hajde fitusin, ne mund prognozojmë diçka për Ukrainë, mirë po në konceptin e përgjithshëm të goditjeve ruse, apo mund të them të arri të dalë në finale fituese në raport me perëndimin, është një luftë për jetë vdekje, dhe mendoj që për të ardhmen. Rusë në konceptin e tyre mendojnë që armiku numër 1 nuk është Kina, po është perëndimi. Dhe është krijuar jo vetëm doktrina Aleksandr Duginit, por edhe 3 liderëve të tjerë, të cilët Ilininit, i cili ka qenë mund të them një farë, mund të them teoria shpirtërore e Vladimir Putinit për të klasifikuar që në optikën në shënjestrën e saj luftën më të madhe dhe konkurrencën e ka me perëndimorët. Dhe kjo do jetë, po them, situata që në të ardhmen evropianët apo armata e ardhshme evropiane, meqense kjo kërkon të them drejtën edhe kohë dhe gjithë angazhmanin dhe potencialin edhe qoftë financiar, meqense gjermanët duket kanë marrë përsipër në koordinim me amerikan, Rheinmetall të jetë ajo fuqia e ardhshme, bile mendoj që në Ukrainë kanë arritur të fusin edhe lëvizjet e tilla të cilat kanë të bëjnë me gjithë ato mjete që dërgojnë për antidronët rus,
që më duket do kenë në muajt në vijim, do shohim që do jenë efikas. Qartë. Duhet kalojmë tani nga zhvillimet në lindjen e mesme dhe në Evropë. Në Ballkan më ka interesuar në fakt parada ushtarake që Serbia ka organizuar në Beograd pak ditë më parë, mbi 2500 armë, mbi 10.000 trupa dhe me prani liderësh të huaj. Për më tepër ne pam edhe presidentin Vučić të shoqëruar nga disa lider të huaj, ndërkohë që paralelisht me këtë ende vijojnë në Serbi protestat antiqeveritare. Çfarë ishte kjo shfaqje force e Serbisë me këtë paradë ushtarake? Apo përgatitet për diçka, apo është për konsum të brendshëm politik në optikën tuaj? Mund të jetë edhe për konsum të brendshëm, por është çështje demonstrim force, muskujsh të fuqisë të Republikës së Serbisë në regionin e Ballkanit. Kjo paradë, thom drejtën, tregon një rivalitet së pari me Kroatë, në raport me Kroatët, Republikën e Kroacisë. Edhe më herët ata kanë pasur një paradë ku himarsi ka qenë pika dhe rafalet francez. Dhe si kundër përgjigje, mendoj që mund të ketë konsum të brendshëm, por sepse realisht dy gara i kemi në Ballkan momentalisht. Fatkeqësisht për fatin tonë jetë mirë, garë kemi mes kroatëve dhe serbëve, tjerat shtete që fatkeqësisht qëndrojnë larg. Dhe mendoj që potenciali i treguar dhe parada e së shtunës tregon që Vučići tenton ta përdor për arritjet e tij, suksesin e tij në konceptin e mbrojtjes, dhe sidomos në atë që ka të bëjë me importet e armëve dhe armatime, sidomos në përshtypje pulsi izraelit, sistemi i tillë dhe ai i dronëve Hamers 900 jashtëzakonisht efikas. Dhe një bashkëpunim i tillë mes Izraelit, meqense Izraeli ka bërë, mund të them, një shërbim, kthim të shërbimit Serbisë, sepse që nga lufta në Gaza me municion ka qenë furnizues bukur i madh Serbia për forcat e IDF-it izraelit. Është njëjtën edhe marshuta, 2 në Nish dhe 1 në batajnistë e Beogradit për marrjet e municionit. Por Serbia ka arritur që me pulsin sistemin mund të them raketor, që është jashtëzakonisht efikas, dhe mund të them drejtën, të gjitha ai parakalim i asaj fuqie tregon, mund të them, superioritetin që ka në regionin e Ballkanit perëndimor. Mendoj ato 10.000 trupa nga 28.000 sa i ka potenciali i forcave të armatuese të Serbisë, tregon që gjenite e gjitha formacioneve ushtarake të ushtrisë serbe, edhe në prodhimet vendore, mund të them, sidomos ka të bëjë me sistemi Milosh, pastaj Ignat dhe sistemet të tilla të cilat në artilleri mund të them që kanë arritur me prodhuesit vendor. Në Serbia ka jashtëzakonisht disa ndërmarrje dhe kompani të cilat prodhojnë dhe eksportojnë, mos gaboj, dikon prej 300 deri 450 milion euro në vit eksportet të armëve. Por kulmi gjithë kësaj ka qenë F-4, sistemi i mbrojtjes kundër ajrore, që është marrë nga Kina, dhe ata mendojnë që haku thamë kështu 1700 ta futin e përdorim një raketë të Tokajrë. Dhe nuk e di në vizitën e fundit, në 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin apo luftës kundër Japonisë së kinezëve, Vučići ka arritur delegacioni i tyre të hyjë në kontrata të shumta edhe në aspektin e inovacioneve të teknologjisë ushtarake. Dhe kjo tregon dhe shenja që gjitha këto bën për një qëllim. Dhe me sa duket Serbia në Ballkan gjithë këtë potencial dhe gjithë këtë parapërgatitje bën ndaj neve shqiptarëve, sidomos ndaj Kosovës, por mendoj në përgjithësi edhe Shqipërisë, edhe gjithë kombit tonë, me një fjalë, por ndaj Kosovës në veçanti. Dhe mendoj që këto kapacitetet e tilla të treguar në paradën e së shtunës janë, mund të them, një shenjë që duhet ta zgjojë nga gjumi që Kosova në unison, bashkërinë e strategjinë mbrojtëse me Shqipërinë duhet të kenë në prioritet angazhmane dhe mund të them arsenal të armatimit që është në baraspesh me Serbinë, nga se me sa duket jemi bukur larg. Por tëra kjo tregon që ajo ideologjia ose formula e botës serbe
paraqet rrezik jo vetëm për shqiptarët, por mendoj që edhe për kroatët dhe mos për republikat e vogla si që janë Zi dhe Maqedonia. Meqense në Maqedoni ka arrit Serbia të rikthej, mund të them një lloj ndikimi në politikën dhe në qeverinë maqedonase. Qartë. Nga Serbia dua që të vim në Kosovë së fundmi, ka patur disa zhvillime javë të fundit, po unë do merrem me deklaratën e kryeministrit Albin Kurti, i cili pak ditë më parë tha se në lidhje me ndërprerjen e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i lajmëruar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Kryeministri Albin Kurti është përgjigjur pak ditë më parë duke deklaruar se nuk kemi ftohur me Shtetet e Bashkuara, por kemi thjesht disa dallime. Në analizën tuaj të asaj se çfarë po ndodh në Kosovë, sa serioze janë këto dallime sipas kryeministrit Kurti? Dhe a e shihni me vend, po them, deklaratën e tij, ka diçka vërtet serioze apo qëndron ajo që ai thot? Mendoj që në optikën time fjala dallim një shtet, mund të them, me gjithë problematikat e veta, një shtet i lindur, një shtet i ri, mos flas për potencialin që ne kemi si Kosovë, duhet ketë kujdes. Kemi dallime, mund të dhe jo ka hije të thot Franca, Turqia, Rusia, Kina. Unë shpesh e kam një deklarat e gënë, që shprehu që edhe Ministria Jashtme Ruse dhe Lavrovi kanë kujdes në deklaratat e tyre kur kundër përgjigjen amerikanëve. Dhe mendoj që mirë, ne mund të kemi dallime, meqense ai ka dhënë tri elemente që kemi dallime në aspektin diplomatik, në raportet, mund të them kështu, është pa definuar, ai mendon i don tri elemente, diplomatik, ushtarak dhe ekonomik. Ai në aspektin ekonomik mendoj që Kosova nuk ka bën një gjest të mirë, që është përshëndetur, heqjen e tarifës 10% për mallat amerikane. Edhe pse në bilanc tregtar, më them drejtën, nuk e kemi ndoshta shumë të zhvilluar me SBA, për arsye gjeografike. Dhe mendoj që në aspektin e mbrojtjes është e kushtueshme, por pasi amerikanët janë me trupa dhe është baza bën stil të cilën ata kontrollojnë, mendoj që është edhe në interesin e tyre që në këtë aspekt të jenë buroja e asaj që ata kanë bërë deri më tani për Kosovën. Duket që Kurti me sa shifet apo lexohet në raport me amerikanët ka deficit në atë besueshmërinë. Nga se po që si marrëm dy administratat amerikane, edhe ajo e para e Trumpit, por edhe e Bidenit, ka pas, mund të them, një kontinuitet në raportet, mund të them, si lider, nuk po flas si popull, sepse edhe amerikanët në deklaratat e tyre janë jashtëzakonisht miqësor dhe në shprehen ato që miqësia e popullit amerikan me popullin e Kosovës është e pathyeshme. Por në raport mendoj që me liderin e ekzekutivit ose ushtruesin e detyrë, më duket që gjanat kanë marrë kaje tjetër dhe Kurti a do mundohet të riparoj imigjin e vet në administratën amerikane, mendoj që ka bukur vështirë. Nga se më duket se është hyrë në radart e qeverisë amerikane që interesat amerikane duket sipas tyre, meqense nuk kem në këtë jetë nuk ka miq të përhershëm dhe armiq të përhershëm. Dhe kjo ndonjëherë kem koklavitje, mistifikim të këtyre gjanave, dhe pse jem popull i vogël ose në definimin, diskursin e asaj, duhet të kemi kujdes në raport me Amerikan. Në Ballkan, Amerikan kanë ndryshuar qasjen. Këtë duhet të jemi mase të bindur, nuk kanë preferencë, nuk ka partner preferencial. Dhe mendoj që ka Bideni ka filluar perioda balancave. Edhe për Serbinë dihet arsyet gjeopolitike dhe geostrategjike që mos ta lojnë në kampin, meqense është problematike Serbinë ta kthejë në kampin perëndimor, aq më tepër kur poli tjetër është duke forcuar. Dhe mendoj që ne duhet në deklaratat, mund të them, nuk e di a është e konfirmuar, por ka shenja jo të mira që Rubio, sekretari i shtetit, do ta pres Vučićin javën e ardhshme. Nuk është e konfirmuar, po ka zëra të tillë dhe kjo tregon
sepse Serbia tenton në disa fusha të arrini partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Kosovën duket që ka hasur diçka në disa pengesa dhe mund të jetë çështja e menaxhimit të qeverisë apo atij që udhëhet qeverinë. Dhe mendoj që e ardhmja do t'tregojë që do kemi ndoshta një shef të qeverisë apo kryeministër të ri që nuk përkon me emrin e këtij aktualit.